Gjatë muajit tetor, si rezultati i kontrolleve të rregullta të komunikacionit të kryera nga nënpunësit policor, nga të gjithë sektorët e punëve të brendshme në rrugët mbar vendit, nga gjithsej 16.801 urdhër pagesa të dhëna, 4.821 kundërvajtje kanë të bëjnë me shofer që nuk kanë respektuar shpejtësinë e përkushtuar të lëvizjes, informojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Janë privuar nga liria për drejtim të pakujdesshëm të autoritetit në përputhje me nenin 297A të kodit penal, 121 persona, nga të cilët 94 për ngasje në ndikimin e alkoolit, 4 për ngasje në ndikimin e drogës dhe substancave psikotrope ose prekursorëve, 15 për ngasje me shpejtësi më të lartë se shpejtësia lejuar në vendbanim, 8 për ngasje me shpejtësi më të madhe se shpejtësia lejuar jashtë vendbanimit. Mëtej, sipas pasqyrës statistikore të aktiviteteve policore, gjatë muajit tetor janë evidentuar 4.165 kundërvajtje për parkim të parregullt, janë shqiptuar 1.888 masa ndaj shoferëve që kanë drejtuar automjetin pa patent shoferi, si dhe 373 sanksione për ngasje në ndikimin e alkoolit. Nga ana tjetër, ndërsa në përputhje me dispozitat e ligjit për sigurinë në komunikacionin rrugor, u sankcionuan 111 drejtues motocikletash për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, ndërsa janë sankcionuar edhe 232 këmbësor dhe 63 drejtues të trotinetëve elektrik. Gjithashtu janë sankcionuar 942 pjesëmarrës në komunikacionin që nuk kanë përdorur rripin e sigurimit. Në përputhje me ligjin për automjete, 480 automjete janë menjanuar nga komunikacioni për shkak se kanë qenë të paregjistruara, ndërsa 176 për shkak të parregullsisë teknike. Janë sankcionuar edhe 145 shoferë për shkak të mospërmbushjes së kushteve të përshkruara në lidhje me erësimin e xhamave të automjeteve, folit, ndërsa një shofer për vendosjen dhe përdorimin e paautorizuar të pajisjeve për dhënien e sinjaleve të posaçme të dritës dhe zërit në automjete, theksojnë nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kontrollet e komunikacionit do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. U bëjmë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të respektojnë rregullat dhe dispozitat e komunikacionit dhe së bashku të kontribuojnë për rrugë më të sigurta.